أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdrimet janë për Allahun xhalla xjalaluhu, krijuesin dhe udhëzuesin ton. Salatet dhe selamet, përshëndetjet dhe duat, lutjet tona më të sinqerta janë për më të mirin e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, vullën e gjithë pejgamberëve dhe salatet dhe selamet qofshin edhe mbi familjen e tij, mbi shokët e tij me të cilët Allahu Teala ishte i kënaqur me ta dhe ata ishin të kënaqur me Zotin dhe pejgamberin e tyre. Dhe duat tona janë për gjithë pasues të fjalës Allahut dhe sunetit pastët Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Xumaja është prej ditëve të zgjedhura që Allahu Teala ka zgjedh nga ditët e javës. Allahu në krijesat e veta ka zgjedh. Nga mujt e ka zgjedh muajin e Ramazanit, nga ditët e ka zgjedh Allahu Teala ditën e Kurban Bajramit, ndërsa nga ditët e javës ka zgjedh ditën e Xuma. Nga krijesat ka zgjedh njeriu, nga njerëzit ka zgjedh pejgamberlerët, nga pejgambert e ka zgjedh Muhammedin alayhi salatu wassalam, nga vendet e ka zgjedh Mekën e bekuar, dhe vazhdon lista e gjatë e gjërave të zgjedhura nga Allahu Teala, qoftë nga shpalljet e tij, nga librat e shpallura, qoftë netet e zgjedhura, por ajo që jemi duke fol sot ka të bëjë me Xuman dhe disa rregulla të cilat ndërlidhen me këtë ditë të madhe, të cilën Allahu e veçoi për besimtarët dhe e dalloi me disa cilësi të cilat janë veti që nuk gjenden në ditët tjera. Dhe u quajt el-Jum'a që nënkupton tubim, se është vend kur njerëzit tubohen, dhe sikur që ka ceke dhe Ibn Qayyim el-Jauzi, Allahu Teala e ka bë vend takimin më të madh të besimtarëve pas vend takimit të Arafatit, që është një herë në vjet, e cila bëhet natën e Kurban Bajramit, që i bie dita e 9 e muajit Dhul-Hijja, ku besimtarët që janë përgjegjë thirrjes, ftesës së Zotit tyre për të kryer një obligim madhor që është një prej shtyllave të Islamit, 5 shtyllave të Islamit, sikur që është haxhi, obligohen që të tubohen të gjithë muslimanët anë mban rruzullit toksor, të tubohen në Arafat, që e ka bë dhe shtyllë të haxhit Allahu Teala, dhe tha pejgamberi alayhi salatu sallam, el-hajju Arafa, haxhi është Arafat. Edhe mbretërit atë ditë të cilët kanë vendos me kry haxhin, atë ditë duhet të jenë në Arafat, edhe ministrat, edhe princat, edhe kryetarët, edhe dietarët, edhe njerëzit e zakonshëm, që të gjithë obligohen, nëse dëshirojnë që ta kryejnë këtë obligim madhor të adhurimit të Zotit të tyre, duke u përgjegjë ftesës së Zotit tyre, atëherë obligohen që të tubohen në Arafat. Njëjta gjë vlen edhe për tubimin ton në xhami një herë në javë, e ajo është ditën e Xuma. Dhe është fest në të cilën Allahu Teala na e ka ndaluar që të agjerojmë. Është ndaluar që të agjerohet ditën e premte. Përkundrazi, ka hadith që e ka ndaluar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, mirë po nëse ka, do të thotë, një ditë para agjerim, për shembull ditën e ejte ka agjeru dhe dëshiron që të i bëje 2 ditë, bën,
për shkak se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë askush nga ju të mos e agjeroj ditën e xumë përveç nëse agjeron bashkë me të një ditë para ose prapa. Ne e dim për shembull se dita e parë e Fitr Bajramit, që është me një herë pas Ramazanit, është ndaluar agjerimin ta. Dhe se është fest, në fest nuk ka të përmbajtur nga ushqimi dhe pija. Përkundrazi, feston duke ngrënë dhe duke pi, për shkak se e ka kryer një obligim madhor, sikur që është agjerimi. Dhe po ashtu edhe ditët e Kurban Bajramit janë po ashtu prej ditëve në cilën është ndaluar agjerimi. Dhe pasi që konsiderohet si fest e besimtarëve, muslimanëve, dita e xumë është e ndaluar që atë ditë të agjerohet. Përveç nëse dikush e ka pas adet, tradit, që agjeron për shembull një ditë po, një ditë jo, sikur që ka qenë agjerimi i Daudit alayhis salam, apo dikush i cili ka pas kompenzim të ditëve të tija, sikur që janë femrat të cilët për shkak të përmoshmeve të tyre nuk kanë arrit me i agjeru tërësisht ditët e Ramazanit, atyre u lejohet që të agjerojnë ditën e premte apo premeshkëve nëse ka qenë rrugtar apo i smur dhe dëshiron që t'i kompenzojë ditët e humbura, atëherë lejohet nëse e ka në rend, për shembull i ka 3 ditë dhe ka hyrë me i agjeru ato ditë, mërkur e ajte e premte, bën, ose e ajte e premte shtun, bën, për shkak se pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, askush nga ju të mos agjeroj ditën e xumë përveç nëse agjeron bashkë me të një ditë para apo prapa. Prandaj e konsiderojmë si ditë të madhe, ditë të festës, ditën e xumë, për cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith që na e transmeton Imam Muslimi, na ka treguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam që Allahu Taala ka veçuar disa ditë për ummetet që kanë jetuar para ummetit tonë. Dhe ka ndarë një ditë që bashkarisht, një ditë në javë të tubohen besimtarët e atij ummetit, për shembull ummeti Musës alayhis salam, ose ummeti Sulejmanit alayhis salam, ose të Ibrahimit alayhis salam, një pejgamber i cili ka qenë i dërguar tek populli i tij, dhe Allahu Taala një ditë në javë u ka bë edhe atyne një ditë kur ata duhet të tubohen në faltore dhe të adhurojnë bashkarisht Allahun Taala. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ebrejve Allahu a dha ditën e shtunë, të krishterëve u a dha ditën e diel, pastaj na udhëzoi neve për ditën e xumë. Xumaja thot vije pas para të shtunës dhe të dielës. Ato njëjtë edhe në ditën e Kiametit do të jenë prapa nesh. Thot pejgamberi alayhis salam, ne jemi të fundit nga banorët e ummetit e dunjas, mirë po të parët në ditën e Kiametit që do të merremi në llogari. Dhe thot, sikur që kemi renditjen e ditës së adhurimit të përbashkët, Allahu ja ka rujt këtij ummetit, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, që dita e premte të jetë ditë e festës dhe e tubimit për me adhuru bashkarisht burrat e këtij ummetit me adhuru bashkarisht Zotin e tyre. Për ebrejt ka qenë dita e shtunë, ndërsa për të krishterët e kanë festu ditën e diell. Edhe kështu, edhe në ditë Kiametit, jemi të fundit sa i përket ardhjes ummetit tonë. Muhamedi alayhis salam është pejgamberi i fundit në vargun e gjatë të pejgamberëve që Allahu i ka dërguar për të thirrë njerëzit në fe, mirë po jemi të parët, të cilët ditën e gjykimit do të futemi inshallah me lejen Allahu Taala në xhennet. Para saj me dhënë llogari. Edhe pse para neve ka qenë Ibrahimi alayhis salam, ka qenë Ademi alayhis salam, ka qenë Nuhi alayhis salam, ka qenë
Musa a.s., Isa a.s., Sulejmani, Daudi, e sa pejgamberler të tjerë që Allahu i ka cek disa prej tyre me emra në Kur'an, e shumë prej tyre fare nuk janë cek emrat e tyre, besimtarët që i kanë besu thirrjen e tyre do t'jenë me pejgambert e tyre, mirë po marrja në llogari e tyre dhe futja në xhenet do t'jetë tek pasi ne të merremi në llogari nga ana e Zotit tonë dhe të futemi në xhenet. Edhe pse jemi të fundit për renditja e ardhjes në këtë botë, se jemi pas Muhamedit alayhis salam nuk ka pejgamber, ne jemi të fundit. Mirë po, alhamdulillah, jemi ummeti me numrin më të madh të pasuesve të pejgamberit të tyre. Dhe Allahu na mundsoft inshallah që deri në fund të qëndrojmë në fjalën la ilaha illallah, në adhurimin e Zotit tonë të vetëm dhe në pasimin e pejgamberit të fundit Allahu Teala, pasimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam deri në vdekjen tonë dhe kështu do të mbetet deri në ditën e gjykimit. Allahu e ka marrë përsipër mbrojtjen e kësaj feje, me ne apo pa ne, Zoti do ta mbrojë fen e tij. Lum për atë i cili bëhet pjesë e koalicionit hynor me Zotin e tij dhe i qëndron besnik pasimit të fjalës së Zotit të tij dhe pasimit të dërguarit të tij. Shpresojmë që të jemi prej tyne dhe inshallah të shpresojmë në mëshirën e Zotit tonë që Allahu të na merë dhe të na bën prej banorëve të xhenetit. Po ashtu prej veçorive të ditës së Xuma është që vdekja ditën e premte apo natën e ditës së premte, për shembull që e lidh ejtën me të premten, kanë thonë dietarët është prej shejeve të mira të përfundimit të mirë, se thot pejgamberi sa çdo musliman që vdes ditën e Xumës, natën e Xumës, Allahu e mbron prej sprovave të varrit dhe e ka saksu hadithin në fjalë dhe Sheikh Albani rahimahullah. Allahu e pas mëshiru. Po ashtu prej veçorive të ditës së Xuma që preferohet është që të mos marrim rrugë në kohën kur veç është thirr ezani i Xumës. Nëse jemi për atyre që kemi vendos me dalë dhe me bë rrugë, dojmë me shku një vizit pune apo ziaret, vizite të një i afërmi yni apo shok miku yni, dhe ditën e Xuma duhet të shkoj bashkohën e Xuma, am lejohet rruga ditën e premte, lejohet. Nëse e bëj para hyrjes së kohës së namazit të Xumës, më lejohet me dalë në rrugë. Edhe nëse kom dalë në rrugë, jem i liruar prej faljes së namazit të Xumës. Nuk je obligu. Mirë po ka thënë dietar, nëse ka thirrë ezani i Xumës dhe ti je për atyre që ke bërë planifikimin për me dalë në rrugë, mirë po ende s'ke dalë në rrugë, dhe ka thirrë ezani i Xumës, e ke të ndaluar me lëviz në rrugë, tandem do të me dalë rrugën që e ke bërë një jetë për me dalë, me bë duhet me kry obligimin e falës së namazit të Xumës. Allahu Teala ka bërë thirrje dhe thot: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'." O ju që keni besu, kur të thirreni ditën e Xuma me fal namazin e Xumës, nxitoni në faljen e namazit dhe lene shitblerjen dhe punët tjera. Mirë po, dietarët kanë thonë, dietarë bashkohor në lidhje me udhëtimet e sodit, të cilët ndonjëherë janë me itinerar të caktuar. Për shembull, ky ka bashkohën e fluturimit të aeroplanit në kohën e namazit të Xumës. Edhe nëse e nin ezanin, po ka aeroplanin në atë kohë, atëherë i lejohet këtij personit të mos i përgjigjet thirrjes së
muezinit për me shku me falë namazin e gjumas. Ose për shembull i lejohet nëse e ka autobusin e caktuar, ka kohën që atëherë që duhet me shku. Do thotë nëse janë termine që nuk janë të varura prej këtij, po janë termine kohore që i ka caktuar tjetër kush dhe ne jemi të detyruar që me kry atë obligim, qoftë ka ndaj termin në spital apo dikun tjetër që po humbi pastaj e shkakton dëmtim edhe material, edhe kohor, atëherë i lejohet që edhe pse është në kohën kur e ka obligim ju përgjegjësh ftesës Allahu Teala, i lejohet që me shku edhe me e fal, me e kry punën edhe me u liru prej namazit të gjumas. E nëse lirohet prej falës së namazit të gjumas në vendin e tij, atëherë këtij i lejohet që nuk i lejohet që me braktis namazin e drekës. Nëse të është leju lania e namazit e gjumas, nuk lejohet braktisja e namazit e drekës. Prandaj e fal namazin e drekës. Nëse je vendas dhe ke qenë me një detyrim, për shembull nuk e di tash si është, kuvendet komunale, po flas për tek ne, në Prizren kanë pas terminin e niqahit, e kurorës së shtetit që bëhet në pranë ofiçarit në kuvende komunale bashkë në kohën e namazit të gjumas. Shumë çuditshëm. Edhe ata në ditën e premte ta caktojshin që në kohën kur falen namazit i më shku edhe me bë niqahin. Di prej kohës komunizmit ka qenë dhe e patën vazhdu, nuk e di tani si është, por e di që kështu ka qenë në kohën kur kam bë, do thot unë, martesën time dhe tjeret që kanë qenë, dhe di që edhe pas luftës disa që kanë ardhur dhe më kanë pyet, kanë qenë mund në ditën e premte në kohën e namazit të gjumas. Ai mos flas më për seancat parlamentare, për shkollat, fakultetet, të cilët fare nuk e varin veshin për të drejtat e besimtarëve që të jenë të lirë në kohën e namazit të gjumas. Dhe thot nëse nuk ka mundësi, ky të Allahu Teala është i arsyetuar. Por nëse vetë ju me vullnetin e vet, merr rrugë dhe don me dal në ditën e xumat, herë i themi nuk lejohet vëlla me dal, me planifiku bashkë kohën e namazit të xumas. Nëse ke dal më herët para se mo thirrë ezani, inshallah ke lehtësimin. Por pasi është thirrë ezani dhe e ke në dorë tënde vozitjen, caktimin e orarit, kur me dal në rrugë, atëherë duhet ta kryjnë këtë obligim, ta fal namazin, edhe tek pastaj inshallah të del në rrugë. Mirë po, gjatë shkurjes tonë në xhumë me fal namazin e xumas, nuk lejohet, nderuar vëllezër, nuk lejohet që me bë ne, do thot, shqetësimin e rrugtarëve, qoftë me sharje, me fyrje, me përgojime. Mirë po duhet që të jemi shumë të sjellshëm me njerëzit, që me qetësi të shkojmë në namazin e xumas, e jo të jemi të zhurmshëm apo nëherë edhe me bë probleme me njerëz të ndryshëm, qoftë për parking, qoftë në komunikacion, do thot koncentrohu mirë dhe me qetësinë më të madhe, shko me kry këtë obligim. Dita xuma i ka dy kohë, kanë thonë dietar, njëna që është koha e pëlqyme edhe njëna që është koha e detyrueshme. Koha e detyrueshme është në kohën kur thret ezani, i xumas ti duhet të jesh brenda xhamisë. Me u përgjigj thirrjes. Sa koha e pëlqyeshme është që më një herë pas lindjes së dillit, me nda orët dhe me shku në xhami dhe me prit namazin e xumas. Sa më herët që shkon, shpërblimin e ke inshallah më të madh. Do thotë veçimi i kohës për ato që i ka mundësinë në kohë, që të shkoje në xhami dhe ta prete këtë çast, këtë moment kur falen katët e javës, për arsye se xumaja i fshin
mëkatet që i kemi vepru brenda javës, është fjala për mëkatet e vogla, edhe të e ditë këtë fshirje, para më në ty me të thonë dikush kush vjen në filan shoqatën, i ka borxhet tër javën që ka bë harxhime në markete, harxhime, shpenzime të tjera, i afshim këto, po du të marrë me prej të rënd disa orë, nuk besoj që dikush që ka kohë, shëndet dhe nevojë për shnyrje të këtyne borxheve, që nuk ishte më shku me prit në rënd. Prandaj edhe ne, po t'ja kishim ditë vërtet vlerën e gjumas, se ne i fshin gjunat Allahu Teala, besoj që do të kishim da kohë më tepër me shku brenda shtëpisë Zotit, ambienteve të shtëpisë Zotit, brenda xhamis, me lexim të Kur'anit, me namaz, me bisedë apo përkushtim në dhikr apo ligjerim, lexim të marrjes së dijes fetare, do të kishim kalu ato kohë dhe do të kishim prit kryerjen e këtij obligimit, kur që është namazi i xumas, dhe marrjen e shpërblimit të madh, ajo është falja e mëkateve që i kemi vepruar brenda javës. Mirë po, edhe për jashta nuk bën me bë problem, po edhe brenda kur të futemi nuk duhet me bë problem. Nuk duhet kur të futemi brenda që të hyjmë edhe të kalojmë njerëzit mbi kokat e tyne, edhe t'i ndajmë njerëzit për njëri tjetrit dhe të futemi ku dojmë neve me u fut. Nëse ke shku në xhami dhe sheh se dikush të ka parapri në shkuarjen e tij në xhami, nuk bën ti mbi kokën e tij me kalu, sa është i ulën, edhe ti don me dal çatje para tij. Përveç, kanë thënë dietar, nëse safat e përparshme janë të lira, e këta e kanë bloku këtu mbrapa rrugën, po bën me kalu edhe me shku të vendet e lira që janë të përparshme, se vlera e safit të parë shumë më i vlefshëm tek Allahu Teala se sa ato që janë mbrapa. Ndaj edhe këta që futen në namaz të xumas apo në namazet ditore, është mirë që t'i afrohen imamit, t'i afrohen kibles. Safi i parë është më i vlefshëm se safi i dytë, i dyti është më i vlefshëm se safi i tretë dhe kështu me radhë. Mirë po nëse janë të mbushura vendet, edhe ti po dën që me fitu sevapin e safeve të mëparshme, dhe po shkon dhe po ishqetëson besimtarët, këtë ka ndalu Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Apo me nda njerëzit, se ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam në hadith që e transmeton Imam Muslimin sahihun e tij, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, askush të mos lëviz vllahun e tij ditën e xumë për të ulur në vend të tij, por duhet të thotë hapni vend. Lejohet ditën e premte, për shembull, po hyp imami në minber, edhe po thirret ezani, atë lejohet që dikush mezini apo dikush tjetër t'i thot xhamat ecni pak para, se ka nevojë kemi vëllezër të cilët na kanë bërë jashtë, edhe kanë dëshirë me hy dhe me e dëgju hutbën, apo është ftoft, apo shi, edhe me u strehu prej kushteve të tilla, atë lejohet që ne në të organizuar me lëviz para e mjulshu vend këtyne që janë nga prapa. Por ne me hy dhe me shqetësu njerëzit nuk lejohet, se e ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wasalam një person kur e ka pa se po vepron, dhe sikur që transmeton një sahabi, Abdullah ibn Busr, dhe hadithi është e Imam Nesaiu dhe Ebu Davudi dhe Imam Ahmeti, dhe ka përmend Sheikh Albani në Xhami Saghir, që është hadithi sahih, e ka pa pejgamberi alayhi salatu wasalam një person i cili erdhi me vonesë dhe i ka përcente njerëzit mbi kokat e tyre, ka përcente, e kur e pa pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë sjellje të këtij sahabiut që ishte vonu dhe dëshironte që të zente një vend në safat e mëparshme duke shpresuar në sevap, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte duke mbajt hutbën e xumas, e ndali fjalimin e tij dhe i tha atij ulu, sepse je duke i lëndu njerëzit edhe ke ardhur me vonesë.
Safi i parë nuk është për atë që vije me vëni. Safi i parë është për atë i cili ka ardhur më herët. Prandaj nuk bën me u sjell në mënyrë të tillë për me i shqetësu vëllezërit e tu. Dhe kur të vjen në xhami, çfarë duhet të bëjmë është që të falim dy recate namazit përshëndetës të xhamis, tahiyatul mesjid. Të mos ulemi pa i fal dy recatet tahiyatul mesjid, që është namazi përshëndetës, që s'bën me ul pa i fal këto dy recate. Mirë po, sa i përket çështjes a ka sunnet para xumaz, sikur te ne që jemi të mësueshëm, sa recate i ka xumaja, themi me një herë 6, 4 sunnet edhe 2 farz të xumaz bëjnë 6. Që 4-shi sunnet që e quajmë nuk është falë këtë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj të emërtohet diçka me sunnet, duhet të ketë bazën në sunnetin e pejgamberit alayhi salam, praktikën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam apo në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në urdhrat e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. E neve nuk shohim as në praktikën e pejgamberit alayhi salam një gjë të tillë, e as nuk e shohim në urdhrat e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam të ketë urdhëruar që të falen ato 4 recatet sunnet. Në kohë pejgamberit alayhi salatu wassalam, vetëm një ezan është thirr në ditën e xumës. Ka dalë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju e dini që shtëpia e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam ka qenë e lidhur me xhamin e tij. Ka nda vetëm një perde e hasërës mes një zbrastire o borë të vogël të quajt të dhomës së pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe xhamisë së tij. Ka qenë ndame me perde. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka dalë për shtëpisë tij dhe është fut në xhami dhe në të drejtë për drejtë është ngrit në minberin e xhamisë së tij, i cili fillimisht ka qenë fjalimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bini copë të palme të prerë, domethënë ka qenë një trunki, një palme të hurmës, e cila ishte thadhe, ishte prej, edhe mbi të e mbante pejgamberi alayhi salatu wassalam fjalimin e tij, pastaj kishte ardhur një prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i kishte bë 3 shkallë të minberit, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e mbante hutbën e tij, ligjëratën e tij ditës premte e mbante në atë minber i cili ishte jo më i lartë se 3 shkallë, sa me u pa dhe mu dalu kush është u fol për me e pa. E po sot vrem të ne minberat të cilët janë jashtëzakonisht të lartë pa nevojë, që nuk e ka bazën në sunnet. Qëllimi i këtyre 3 shkallëve ka qenë dallimi i hatibit, atij që flet, dhe për me u pa namaz se është filani të e mbajt fjalimin, dhe ka mjaftu 3 shkallë. Jo me e ngrit këta që janë poshtë kokën kështu lartë edhe me shiqu hoxhën në minber. Sa është për sunnetit të kthyerit e xhamatit në drejtim të hoxhës, khatibit, atij i cili mban ligjëratën e ditës së xumës, hutben, dhe me shiqu. E tash ti kur e ki me 3 shkallë, shiqimi është shumë më i lehtë. Ti kur i bën me 7, 8, 9 shkallë dhe duhet në këtë formë me shiqu, është lodhje e madhe edhe për xhamatin, po është edhe humbje kontaktit vizual edhe e khatibit, hoxhës me xhamatin e tij. Sa atëherë detyrohemi, sikur që më ka ndodhur edhe mu, me fol me muret, se nuk e ke në vijë xhamatin. E po, kur e ke minberin më të ulët, atëherë e ke komunikimin më të lehtë vizualisht me xhamatin tënd. E sot, elhamdulillah, janë mikrofonat dhe është shumë më e lehtë se sa që ka qenë më herët. Por, sidoqoftë, qëllimin e kam që pejgamberi selam kur hynte në xhami ditën e xumës, shkonte drejt në minber dhe automatikisht muezini ngritej dhe e thirrte ezanin. Nuk ka transmetime se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka fal 2 recate ose 4 recate
para namazit të gjumas, është fjala për farzin e gjumas. Përkundrazi, direkt ka fillu Resulullah s.a.s. Hypjen në shkallët e minberit të tij, është thirr ezani dhe është fillu hutbeja innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, falënderimet i takojnë Allahut, dhe deri në fund që i mbante fjalimet pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj në këtë çështje është shumë i prerë, për shembull Imam Shafiu kur thotë se kohët pejgamberit alayhis salam nuk kanë fal sunete përpara, dhe kjo ka ndodhur në kohën e Abu Bekrit edhe Omerit radhiyallahu an. Mirpo në kohën e Osmanit, në kohën e Uthman ibn Affanit, halifës së tretë të muslimanëve, kur u shtun numri i banorëve të Medinës, kishin pranu islamin fiset përreth, ishin shtu fiset beduine me ardhen e tyre në qytetin e Medinës. Atëherë Uthmani radiallahu anhu urdhëroi që të thirrej edhe një ezan, se ishte vendbanimi tash shumë më i gjerë. Për shembull Medinja, nderuar vëllezër, kush ka qenë në Qabe, në Haxh ose në Umre, e din sot parafërsisht formën e hapësirës së xhamisë së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Sot hapësira e brendshme ku falet namazi dhe obori për jashta është më e madhe se tërë qyteti i Medinës që ka qenë e rrethuar me muret e kështjellës, do të thotë rrethues të qytetit. Në atë kohë qytetet kanë pas mure rrethuese dhe kështu janë mbrojt prej sulmeve të jashtme. Do thotë në këtë formë ata kanë qenë në atë kohë. E sot elhamdulillah është rrit. Mirë po, edhe në atë kohë xhamia ka qenë e vogël me numrin sa është rrit. Se jam të folë në kohë të pejgamberit ka qenë sa është hapësira xhamisë sodit. Me po në kohën e Hazreti Osmanit është zgjeru Medinja. Dhe më nuk është dëgju ezani i gjumas, mikrofona s'ka pas, smadhus nuk ka pas, edhe njerëzit nuk e kanë ditë kur është koha e namazit të gjumas, dhe kanë betë në treg, kanë betë në rrugë, orë, sikur sot nuk kanë pas, është dash dikush më tregu se hyri koha e namazit të gjumas, dhe ka pas për tyne që kur e kanë marrë vesh që o hyj koha, kur kanë shku, e që shkry koha e namazit. Andaj, që ka bazit e Osmani radiallahu anhu, ka urdhëru që tek pazari, në qytet, të delet dhe të thirret një ezan para prak. Para ezanit që thirret brenda xhamisë. Dhe ka shku, muezini e ka thirr në mbi një shtëpi, cila ka qenë një katsh në pazar, edhe nalt në terasë të asaj shtëpisë e ka thirr ezanin e jani se është afru koha e namazit të gjumas. Dhe kjo ka ndodhur kohën e Uthmanit radiallahu anhu, ndërsa në kohën e një khalifës muslimanëve, pastane ka hyrë që me u thirr edhe në brendësi të xhamisë. Hisham ibn Abdul Malik ka urdhëruar që edhe në brenda xhamisë të bëhen 2 ezana, dhe sikur që kanë thënë dietarët, Imam Shatibiu në Kitab al-I'tisam, librin e tij të njohur, kur flet për bidatet, tregon se edhe e quajnë bidat këtë çështje që 2 ezana brenda xhamisë me u thirr. Ko po e thirr këta zotë e nar, kuj po i thua edhe një herë hayya al-salah, hayya al-falah. Hajde namaz, apo eja namaz, eja në shpëtim. Këta janë brenda. Nëse thirret një ezan, thirret jashtë. Me po sot, alhamdulillah, janë autoparlantat dhe ka mundësi që zmadhust e zërit të informojnë njerëzit dhe njerëzit të i përgjigjen thirrjes së muezinit. Prandaj, në këtë çështje, do të thotë që 3 mezhebet, edhe Shafi, edhe Maliki, edhe mendim prej Imam Ahmedit është se nuk ka namaz para namazit të gjumas. Se pejgamberi alayhis salam direkt është fut dhe e ka fal, do të thotë namazin, e ka fillu hutben pas ezanit. Do thonë e kanë shiqur Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur është hyrë në xhami, është ul në minber, është thirr ezani dhe është fillu
ligjerimi i ditës së gjuma, pastaj është fal 2 rekate namaz të gjumas dhe është kry obligimi i gjumas. Prandaj është mirë që edhe këtë me ditë se nga sunneti është që të respektohet, do të thotë çështja që nuk ka namaz. Mirë, po nëse është fut njëri në xhami edhe don me i fal 2 rekate namaz te jetul mesjid, për cilin inshallah takimin ton të radhës do të flas, atëherë lejohet që edhe është prej sunnetit që të mos ulet pa i fal 2 rekate namaz. Mirë, po ato janë te jetul mesjid e jo sunnet para gjumas. Lusë Allahu Teala inshallah që të na forcoje në pasimin e suneteve të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe të na mësoje fen e tij duke e përcjell fjalën e tij dhe sunetin e pejgamberit tij Muhamedit alayhi salatu wassalam. Deri në takimin ton të radhës, mbeqi për kujdesin Allahu Teala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.